Përshëndetje. Afera e Akshit nuk është thjesht një çështje korrupsioni administrativ, ajo përfaqëson një provë serioze për drejtsinë shqiptare dhe për aftësinë e saj për tetuar deri në fund një skem të keqpërdorimit të hapur të fondeve publike, favorizimin e klientëve të pushtetit dhe transferimin e përfitimeve jashtë vendit. Në këtë kontekst, dalin në pa të dhëna që kërkojnë një hetim të menjëhershëm dhe të gjithanshëm mbi aktivitetin e Ermal Beqirit dhe kompanisë AI Soft. Në Shqipëri, AI Soft është themeluar në vitin 2010 dhe po në të njëjtin vit ka hyrë në procedurë likuidimi. Megjithatë, rezulton se në qytetin e Nimës, në Francë, është regjistruar një subjekt me të njëjtin emër, AI Soft, me objekt veprimtarie në hoteleri, akomodim dhe teknologji informacioni, ku promovohet edhe aktiviteti i AI Soft në Shqipëri si një histori suksesi. Po ashtu, rezulton se subjekte në të njëjtin emër janë regjistruar edhe në Belgjik, edhe në Qipro. Këto element nuk mund të kalohen në heshtje, përkundrazi, ngren pikpyetje serioze që kërkojnë përgjigje nga organet ligjzbatuese. A është verifikuar burimi i kapitalit me të cilin janë krijuar dhe financuar këto aktivitete? A janë analizuar flukset financiare, pronësia përfituese dhe çdo lidhje e mundshme me fondet publike të administruara në kuadër të aferës së Akshit? A është kryer një hetim pasuror i plot dhe nëse po, cilat janë rezultatet e tij? SPA ka detyrimin ligjor të mos kufizohet vetëm në hetimin e procedurave administrative apo të kontratave publike, por të ndjek edhe rrjedhën e pasurive dhe të kapitalit brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë. Nëse ekzistojnë dyshime të arsyeshme se përfitime të mundshme nga fondet publike janë investuar në aktivitete ekonomike jashtë vendit, atëherë është detyrë e prokurorisë të bashkëpunojë me autoritetet franceze, belge dhe qipriote për të krijuar verifikimet përkatëse. Afera e Akshit është një nga dosjet që ka ngritur shqetësime të mëdha publike mbi raportin mes pushtetit politik, administrimit të fondeve publike dhe interesave private. Pikërisht për këtë arsye, çdo person që rezulton i përfshirë në këtë dosje duhet të jetë subjekt i një hetimi të plot financiar dhe pasuror, pa përjashtime dhe pa standarde të dyfishta. Qytetarët shqiptar kanë të drejtë të dinë nëse pasuritë, bizneset dhe investimet e personave të lidhur me këtë çështje janë verifikuar në mënyrë të plot dhe nëse janë përdorur të gjitha instrumentat ligjor për të identifikuar, sekuestruar apo konfiskuar çdo pasuri që mund të rezultojë produkti veprimtarive të palishme. Është kjo një prej arsyeve që sot qytetarët dalin prej më shumë se 2 muajsh, çdo natë në protestë të pandërprerë. Mesazhi është i thjeshtë: si hajdutët, si ata që nuk i hetojnë dhe dënojnë, duhen ndërshkuar. Heshtje mbi vjedhje të shkallës industriale nuk mund të ketë. Transparenca, hetimi i plot dhe zbatimi i barabartë i ligjit janë e vetmja mënyrë për të rikthyer besimin e publikut tek drejtësia dhe për të garantuar se askush, pavarësisht lidhjeve politike apo ekonomike, nuk qëndron mbi ligjin. Faleminderit.